Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Orskej kamera. Është dash kamera ose mirë themi kamerë për makinën. Përdoret për regjistrim. Ka dy kamera edhe para edhe mbrapa kutia. Por mund të përdoret edhe për parking. Makina ime ka kamera parkingu. Kështu që nuk më duhet për parking, duhet vetëm për të regjistruar para dhe mbrapa. Në rast se ndodh fjala vjen ndonjë aksident, që të duket se kush ka patur faj. Se ndonjëherë ke s'ke faj, mund të marrësh fajin pa dem, kur i thënë. Karakteristikat e kamerës. Display, ekrani është 3 inches, high definition, hapja e rrezës së kamerës është 170 gradë, hapja e fakojit ose është 2:0, fja 2:0, analisi ose më them përpunimi i figurës është high definition. Kjo thot 1920 edhe 1080, por kjo këtu nuk ekziston, se ka një yll këtu dhe nuk jepet në fjalë telekamerë. 1080 është rezultati i analizës së figurës. Këto janë formatet, foto, video në formatet, JPEG, MOV. Mikrofon, edhe ato parlantët. Ky është SRG për të kujdesur për video, protect kurrent video. Që këtu është se ku mund të mbash -20 deri në 60 gradë. Operation temperature -10 deri në 50 gradë Celsius. Ka memory card ose kartë të vogël, micro CD, 32 GB. Më falni. Bateria është Li-ion, bateri 200 mAh. The power supply është në fjalë DC 5V 2.1 ampere. Ta shikojmë kutin, ta hapim dhe shikojmë se çka ka brenda. Kritikat e blerësve, klientëve dhe fjalë janë shumë të mira. Po ta shikojmë në praktik se sa rezultat do të ketë. Nuk është një kamera shtrenjtë. Nuk ka as Wi-Fi që të lidhet me telefonin, as Bluetooth, as një gjë fare. Është shumë e thjeshtë. Kjo është kamera qendrore, kamera që vjet para në xhamin të makina. Është shumë e bukur. Mua më pëlqen jashtë mase. Këtu ku ka ato porlane që thashë edhe të këtë. Edhe kartën e ka brenda.
Ta jemi një tjetër. Ta hapim të shikojmë. Nëse pa karikuar, kështu që nuk hapë. Shikojmë qa ka tjetër. Ky është karikusi, vjet e makina, ose më mirë them lidhja me baterinë. Lidhja me baterinë që dy një volti. Po lidhja me baterinë është input DC thot 12 te 24 volt. Output DC 5 volt 1 ampere. Kjo është kamera që vjet mbrapa makinës. Dhe këto janë kablet që lidhen me... Kjo bëma ke vjetët e kamera këto. Ja. Po këtu vjetë. Por t'i dhenë korrent me fjallë kamerës mbrapa. Kjo janë për të një të makina. Kjo është për kamerën e vogël. Kamerën e vogël. Hopa sakta që jo. Kjo është për të lidhur. Kjo është kabli për të lidhur me karikusin. Karikus nuk ka kamera. Kështu që duhet të gjeni vetë një karikus 5 volt, 1 ampere. Këto janë tipet e vjetët karikusve. Me telefonat që binin për para. Kjo duhet të jetë për të hapur për patsutin e makinës. Kjo e bluja këtoja. Ka dhe libër të vogël që shpjegon se si mund të instaloni. Për fat këtë nuk ka në gjuhën shqipe, vetëm anglisës. është vetëm për ata që dinë anglisht. Gjithë e po të ndjekës figurat, e lidh left fare, nuk ka një problem kështu. Në të punët e sonit e një sta, ndikë për të tjera.
Shumë e bukur. Demi video 2022. Okej, kjo ishte videoja. Do rikthehem prapë kur ta lidhem makinën. Do bëj një video edhe atje. Që ta shikojmë me fjalë se si do regjistroj. Ju falenderoj për shikimin. Miru pafshim në videon e ardhshme, edhe qofshim mirë, u dëgjofshat mirë të gjithëve.